Specialistët e seksionit trafikut urban dhe interurban Vlorë dhe Sarand kanë vijuar kontrollet 24 orë në 7 ditë në të gjitha akset rrugore në kuadër të masave të shtuara për rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve. Si rezultat janë arrestuar në flagrancë 5 shtetas, konkretisht IB 46 vjeç, banues në Vlorë, pasi në aksi rrugor Vlorë-Panaja u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur. VD 53 vjeç, banues në Vlorë, pasi në rrugën Damian Humariti Vlorë u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur. SSH 69 vjeç, banues në fshatin Qishbardh, pasi në aksi rrugor Vlorë-Kot u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur. BI 44 vjeç, banues në Delvin, pasi në rrugën Skënderbeu Sarand u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur. RB 49 vjeç, banues në fshatin Skrofotin Vlorë, pasi më datë 26 i vjeti 2025 në aksi rrugor Novo Selfier, duke drejtuar automjetin tip Renault, ka aksidentuar shtetasin PS 79 vjeç, banues në fshatin Feras Fier, i cili udhëtonte me biçikletë. Sipas së aksidentit, shtetasi PS ka mbetur i dëmtuar dhe aktualisht ndodhet në spitalin e traumës nën kujdesin e mjekëve. Materiali procedurali janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.